رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله في حضنها عمري نشا ومن حبها قلبي يميل أمي حياتي وجنتي انت عيوني وبسمتي حبك شعاع بموجتي والشعر من حبك يسيل والشعر من حبك يسيل للقلب سعادة من رضاك والكون عطره من شذاك. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah e stëndërshëm, falenderojmë Allah subhanahu wa taala që Allah na ka mundësuar që ta mbarojna muajin e Ramazanit. Pas çdo lodhje dhe pas çdo mundi ka shpërblim. Kjo është do të dita sot është dita e shpërblimit të agjëruesve. Kështu që tash do t'ju lëm një 10 minuta apo 15 parafërsisht secili le ta bën dhikrin e mëngjesit. Dhikrin do thotë lutja që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të përditshme. Kështu që do të secili prej nesh ka dëgjuar duan që mos pak që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa la kulli shay'in qadir. Një herë, nëse nuk e di ato dua të tjera, edhe të mos pak le ta lexon këtë 100 herë me Allah të ndershëm, e pastaj bi idhnillah taala do të fillojna me tekbirat. Do thotë do të mundohemi që të jemi më afër sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse janë mundësi që të bëjmë ligjërata e kështu me radhë, por duhet që të praktikojmë sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Për mesin tonë bashkëtin Allahun fidushin inshallah, që i cili do të na dëfron bi idhnillah me disa ilahije të tij inshallah. Allah shpëton po një dhikrin e pastaj fillojmë. Të thrasim me balin ton në tok, balin ton në tok, të thrasim me fytyrën me lot, fytyrën me lot, të thrasim me zemrën plot iman, zemrën plot iman, të thrasim me emrin tënd Rahman, emrin tënd Rahman, ja Allah ja Rahman. Të thrasim me duar të ngritur lart, duar të ngritur lart, të thrasim të rreshtuar në saf, rreshtuar
fjalën që të gëzon, të thërasim ne, lutjen që e don, lutjen që e don, të thërasim ne, veprat plot ihsan, veprat plot ihsan, të thërasim ne, emrin të dhe Rahman, emrin të dhe Rahman, ja Allah, ja Rahman. Kubet e arshit me nur, emrin të shkruar ti e ke. Kubet e arshit me nur, emrin të shkruar ti e ke. Në qiell Ahmed, në tokë Muhammed, I emëruar ti je. Në qiell Ahmed, në tokë Muhammed, I emëruar ti je. Bukurin e të madhit Zot, mbi 7 katë qejti gjete ke. Bukurin e të madhit Zot, mbi 7 katë qejti gjete ke. I dashur udhëtar, I palodhur në këtë fe. I dashur udhëtar, I palodhur në këtë fe. Nurit të Resulit edhe dielli bën lavdim, yjet toke qjej të gjitha në nga zëllim. Nurit të Resulit edhe dielli bën lavdim, yjet toke qjej të gjitha në nga zëllim. Ja Habibi, ja Rasuli, ja Muhammed Mustafa, ya Rasulallah, salam aleyk. Ya Habiballah, salam aleyk. Ya Nabi Allah, salam aleyk. Salawatullahi aleyk. Ya Nabi Allah, salam aleyk. Salawatullahi aleyk. Allah I shpërblet, Allah vindohë fidushi, Allah e rrit, i rrën zonin, për një me, fidushi thamë në do të ri që në këshin atë natë zonin e këthell, se janë beqarë, a unë në fidushi edhe pësër të martohë, zonin mashallah. Do të thotë në kështë e vërtet njëri se si të martohet, ju zonin i frikës. Allah e rrit. Allah e së të ndërshëm,
fillon me tekbirat. Tekbirat nuk është prej sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fillu imamja dikush për vllaznive me thon Allahu Akbar, e pastaj xhamati me thon bas Allahu Akbar. Por si cilën veti është sunet i pejgamberit alaihi salatu wasalam. Nuk është një send e zorshme që s'mund ta mëson asnjëri prej nesh. Sicili e mëson duke ni vllavin e vet, anash apo duke ni zanin e kujt për vllaznive që ban. Tekbirat Allah së të ndërshëm që nga ka transmetuar që nga ka nga Ibn Mes'udi që thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kështu do thotë fillojnë tekbirat e Bajramit. Në të fillon secili Allah së të ndërshëm me tekbirat, edhe pse ka transmetime tjera me 3 herë, do të thonë nuk është problem kryesor që dini dhe fillojnë me tekbirat e Bajramit. Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. O krijesa më e bukur, më ti veprat me Kur'an, e nëse me të përkuthen falëndero Zotin tënd, nëse janë kundër shpim pendohume, sinqeritet që të më shiroj Allahu e të shpërblen me gjennet. Sa i çuditshëm që je dhe as pak ti nuk mendon, dy mbrojtës që nuk gabojnë, gjithmonë ty të shoqërojnë. Gjuha jotë është pende tyre, është i mangjyrë që shënojnë, e ti pra flet fjalë të ndyta që as pak nuk të takojnë. Veprat e tua të mira dëshiron që të dëgjohen, e ata që janë të këqija dëshiron që të harrohen. Nëse je njeri i mençur, mundohu që ditë e natë të frikohesh prej Allahut, mos të bësh asnjë mëkat. Nëse je njeri i mençur, mundohu që ditë e natë të frikohesh prej Allahut, mos të bësh asnjë mëkat. Njaft ka prej tyre që janë humbur e nënçmuar në këtë jetë, se kanë dashur të përmenden e lëvdrohen për çdo send. Ruaju ti nga lëvdratat, se janë bytje e vërtet, vetëm me sinqeritet mund të fitosh ti atë jetë. O njeri ti s'mund të ndryshosh kohën e caktimit tënd, pse atëhere dëmton veten edhe shpirtit i bëndën. Puno pra ti çfarë të duash, o
por dije se këthim nuk ka, edhe pse ti do të lutesh që të kthehesh në dunja. Uno pra di çfarë të duash, por dije se këthim nuk ka, edhe se ti do të lutesh që të kthehesh në dunja. O krijesa ma e bukur, ma ti veprat me Kur'an, e nëse me të përputhen falendero Zotin tënd, nëse janë kundër shtimpen, dohu me sinceritet, që të më shiroj Allahu e të shpërblen me gjennet. Allah shpërblen me gjennet atër. Edhe gjithë. Allah së të ndashëm, edhe 2 minuta thoi që më koha është afër, e besoj që këto 2 minuta të na i marrin duke i radhit safët. Që të zvana kadar të i radhit na safët, për shkak se Allah së të ndërshëm. Mos pari të thotë falë do thotë Bajramin, namazin e Bajramit. Namazin e Bajramit Allah së të ndërshëm, qish në kam mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirët tekbiri fillestar, pastaj i merr imami 7 tekbira dhe i marrën në tekbira, bashkë me imamin dhe i ngren dur. Pastaj imami kënon Fatihan dhe kënon një surat që i kënon imamin, bi'idhnillahi ta'ala. Pastaj dytin reqat, po ashtu, kur të ngrinë në dytin reqat, i ka 5 tekbira, pastaj kënon Fatiha dhe një sure. Kështu në kam mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me tekbirat ngrihen edhe dur. Lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që inshallah këtë sunnet që praktikojnë pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe ta gjojna atë ditë të bazenti ku të t'i prese pejgamberi alaihi salatu wasalam, shok e vëllezrit e ty, neve dhe shok e vetë, që në të bazën që është Allah zë të ndërshëm, bazën që të t'jope me dorën e vetë pejgamberi alaihi salatu wasalam të pinë. Kush pi prej ati ujit nuk ka nuet kur ma a njeri. Por, vetëmi grup i njerëzive që do t'i përzon me laqet janë ato të cilat ja kanë shtremu sunetin pejgamberit alaihi salatu wasalam. Do të shojnë një grup të melekve që i pengojnë disa njerëzit të afron të bazeti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salatu wasalam ka me vikat dhe ka me thonë, kur ishe melek që janë barang dhe i kthejnë ato grup njerëzi, pejgamberi Allahut bëhet bërtet dhe thot ummeti, 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 ummet jem, ummeti jem, ummeti jem, o melek të Allahut, pse mi ndalni ummetin tim? Ja këthejnë përgjegjen melek dhe i thajnë, oh, ja Rasul Allah, ti nuk e din se qka kanë bo pas teje ummeti jot, ti nuk e din se ato kanë qitë risi ummeti jot, ti nuk e din se ato kanë shpik qëshit bidate, për këtë këto se meritojnë që ti t'ju japish me dorën tonë dhe të ndershëm uj atyre. Lezër, të jemi të knaqur që Allah në ka mundësur të praktikojmë sunetin e pejgamberit alaihi salatu wassalam. Mendoj që safët janë radhit. Kështu që Bajramit në falje Hafez Lokmani insha Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vëllezër të ndershëm, sot është dita e gëzimit dhe dita e lumturisë. Sot është dita e gëzimit dhe lumturisë, se kjo është dhurata Allah subhanahu wa ta'ala që u ka bërë robëve të vetë, pasi që agjëruan 30 ditë, pasi që u lodhën 30 ditë, pasi që u etën 30 ditë, sot vjen dita e dhuratës, dita e gëzimit. Vëllezër të ndershëm, sot ku janë sendet e reja, sot kur njerëzit veshën me tesha të reja, sot kur njerëzit janë me zamra të pastërta, kur sot njerëzit janë me adhurim të tjetër, kur sot njerëzit o vëllezër të ndershëm mërzitën për ditët që kanë kalu, mërzitën për natët në adhurim që ju kanë shku, mërzitën se natët më të mira kanë baru, natët më të mira kanë baru, ditët më të mira që ishin në fillim, falje Allahs të ndershëm, mesi i cili ishte mëshirë dhe fundi i cili ishte lirim prej zjarmit të xhehenemit. Mërzitën zamrat o vëllezër të ndershëm për shkak se sot janë liruar shejtan prej zinxhirëve, sot janë çel derët e zjarmit të xhehenemit o vëllezër të ndershëm. Me të vërtet kena përcjell një muaj i cili ishte plot adhurim, plot lumturi, plot knatësi, por ne nuk guxojmë me thonë tjetër o vëllezër të ndershëm, nuk mujna ne të thojna tjetër, përveç se mujna me thonë lam të mirë o Ramazan, të përcjellim me mërzi, të përcjellim me lotënësi, po nuk thojmë tjetër, përveç se atë që ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo Allah zër të ndershëm, me të vërtet mërzitna, për këtë muaj të bekuar për këtë musafir, për shkak se zamrat tona jenë konë më të buta, zamrat tona jenë konë më të qeta, jena konë shumë afër Allah subhanahu wa ta'ala, a thua të të mbushën xhamia tash, ashtu si ishin pram, a thua të të mbushën safet, në për xhamia në 5 kohë të namazit, si ka konë në muajin e Ramazanit, a do të thotë se tash mbaron adhurimi, a do të thotë se prej sot ne mos të dalë në xhami, a do të thotë prej sot ne talona leximin e Kuranit. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adhuroj Allah subhanahu wa ta'ala, boni ibadet Allah subhanahu wa ta'ala, deri sa të vinë e vërteta. Kur është e vërteta Allah të ndershëm? Deri atë ditë kur të vjen vdekja. Do thot adhurimi Allah të ndershëm duhet të vazhdon ashtu si e kemi pas 30 ditë. Kanë ardhur disa njerëzi dhe e kanë vetë li Bishr rahimullah, ka thënë janë disa njerëzi që adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala vetëm në Ramazan. Këto njerëzi vetëm në Ramazan falin namaz, këto njerëzi vetëm në Ramazan japin sadaka, këto njerëzi vetëm në Ramazan lexojnë Kur'an. Çka është halli këtyre njerëzi? Ka thënë njerëzi më të këqij kanë ato, sa njerëzit të këqij kanë. Qysh me adhuru Allahun vetëm muajin e Ramazanit? Kumbet muaj tjera Allah të ndershëm, njeri mirë është ai njeri i cili adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala gjatë vitit. Kanë ardhur Allah të ndershëm, i kanë thonë Shibliu të kanë vetë rahimullah, cili është më i mirë, a Rexhepi apo Shabani, muaj Rexhep apo Shaban? Cili muaj është më i mirë? A ju ka përgjigj, ju ka thonë, banu ibadet gjih, mos u bën Shaban gjih, mos u bën njeri që adhuron Allahun vetëm në përmuj, po banu çdo herë që të lihesh adhurues, që të adhurosh Allahun subhanahu wa ta'ala, se ne e kena urnak pejgamberin alayhi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, që ai çdo herë adhuroi ka Allahun subhanahu wa ta'ala. E vetën një ditë Aisha radhiyallahu anha dhe i than, ja Aisha, oj gruaja pejgamberit alayhi salatu wassalam, oj bija siddiqut, oj ti cilë të pastroj Allah, zbritja jetë mbi 7 kat qiell. A ka dallu ditën prej ditëve pejgamberi Allahut me adhurim? A ka dojt ditën e shtun, natën e hon xhumon proma të honën proma, nata e filonit e nata e halonit? A ka dojt? Thot jo. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot ishte vepra ati e vazhdueshme. Vepra pejgamberit Allahut
ishte çdo herë e vazhdueshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot nuk i ka shtuar më shumë si 11 rekat edhe Ramazan edhe jashtë Ramazanit, Allah të ndershëm. Çdo herë këtë e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah të ndershëm, tash ne mujna me thon, a thu vallë na kale Ramazani, a thu vallë çka do të bëjmë? Allah subhanahu wa taala robt e vet nuk i lën që t'i hekin keq. Allah subhanahu wa taala për një mëna ka dhon 30 ditë Ramazan, po na ka dhon një sezon të adhurimit që ajo çdo herë është mëna. Ramazani, ibadeti Ramazan është një lloj adhurimi, një kohë 30 ditë apo 29 ditë. Allahu ja ka dhënë besimtarve një adhurim që ki adhurim nuk është vesh një muj, ketë e ke çdo herë sezona jote është qenë. Cili adhurim është adhurimi namazit, Allah të ndershëm. Është namazin 5 kohë në ditë që e ke. Nuk ka ditë ki të caktum apo muj të caktum. Pre atë ditë kur të obligohet, teri atë ditë kur t'ja dërzoj shpirtin Allah subhanahu wa taala, të lipët namazi për këtë njeri, robi, mës pari në akhirat, ka mu vetë për namazin, të kujdes në vëllezër të ndershëm për namazin, nëse ne e pastrojmë vetën tonë, nëse ne e ruajmë namazin, atëherë vëllezër të ndershëm, sende tjera do t'i rujsh dhe malek do t'i kish. Kjo është nëse shkon vëllezër të ndershëm, muaj Ramazanit, namazin e ke rregullisht nëse don zamra jote të jetë plot iman. Lavjam, nëse thua shkoj Ramazani, tash s'mujmë me mbajt Ramazan, Allah subhanahu wa taala të ka gëzu Allah të ndershëm, por kjo është dita e gëzimit dhe lumturisë, se pas Ramazanit, me njëherë, pas ditës Bajramit, të vjen 6 ditë të Shevalit të agjerojsh, të vazhdojsh në adhurim të Allah subhanahu wa taala. Kalojnë 6 ditë Sheval, çka të bëj unë? Çka të bëj i mjeri s'muj me mbajt Ramazan? Allah subhanahu wa taala, pejgamberi alayhi salatu wassalam, na ka mësuar që të mbajmë tonë të njëjtë. Ta kalon ditën Arafatit, ta kalon ditën Arafatit vëllai jam, ta kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të bësh Ramazan 3 ditët e bardha. Apo sheqi Allahu rob të vet nuk i kalon pa adhurim, që zamrat e tyre çdo herë të mbushën me iman, në çdo kohë dhe në çdo periudhë ti ta kujtosh Allahun dhe ta madhrosh Allahun subhanahu wa taala. Nëse thua tashmë në xhamia nuk ka namaz natë, sa i lumtur, sa i shejknaqër, filan hafozi, kur lexoj ke Kur'an, wallahi ma tërshet ke lëkurën, Elisha dy shekën tim, visha namaz të natë. Mos haro vëllavi jam, se namazi natës është i preferum. Namazin e natës Allah ka përshkruar në Kur'an dhe na thot, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Thot ato ishin shumë pak që flenshin natën, ato u qofshin shumicën e natës, e bëshin në adhurim të Allah subhanahu wa taala në ibadet. Apo shet që namazin e natës prej sonde vazhdon në shtëpinë tënde, me familjen tënde, të adhurosh Allahun subhanahu wa taala. Nëse thua vallë sa zamrat e buta i kishim në Ramazan, i hipshim fukarave, mbajshim iftar, ju hipshim e shloshim dorën tonë. Vëllezër të ndershëm, sadakaja nuk ka ditë të caktume, derë të sadakas dhe të hajrit janë të shumta, fukara në mesin tanë kje plot, jetima kje plot, të varfër kje plot, për me ndimu dinin Allahut kje plot, derë të hajrit janë qelë, sadakan e kje çdo herë, ato moment kur të kujtohet, mush të nxerrish të japish sadaka, nuk të ka kofizu Allah subhanahu wa taala sadakajen vetëm në muajin e Ramazanit. Vëllezër të ndershëm, Allah subhanahu wa taala na ka treguar vëllezër të ndershëm se atë njerëzit e mirë, cilësitë e robëve të Allahut janë ato të cilët kujdesen për namazin, ato të cilët janë rregullisht në namaz. Allah thot në Kur'an, alladhina hum ala salatihim daimun. Ato të cilët janë rregullisht në namaz, kujdesen për faljen e namazit, këto janë Allah të ndershëm. Kjo është cilësia e robëve të Allahut të mirë. Për këtë nuk mund ta vësh vëllavi jam, se iblisi dhe shokët e tij, dhe nxënësat e tij dhe ushtarët e tij kanë dalë sot prej prangave. Ai tenton mos të shohën xhami, ai tenton të largon prej sunnetit, ai tenton të shtjë në haram.
këtë nuk mund të arrish që të vazhdojsh në adhurim pas muajit Ramazanit, përveç se nëse lip ndihmë prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah thot në Kur'an: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zoti jon, o Allahi jem, mos na bën zamrat tona të largohen, të devijojnë pasi që na udhëzove. O Zot, pasi që na bone prej atyre që 30 ditë agjërum, 30 ditë namaz falëm, vishim dhe lexojshim Kur'an, mos na bën që të largohemi prej kësaj rruge, na bën që zamrat tona të jenë të lidhura me xhami, na bën që zamrat tona të jenë të lidhura me Kur'an, na bën që zamrat tona të lidhet me ibadet. Vëllezër të ndershëm, nëse don të vazhdosh në adhurim të Allahut, shoqërohu me shoqëri të mirë. Lene shoqërinë e keqe, vazhdo rrugën prej sot e tani me ato që ishin në namaz nate, me ato që ishin në namaz dite, që nëse don të vazhdosh në adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të ndershëm, do t'i cekim në këto disa minuta të shkurta disa gabime që bën në ditën e Bajramit, pasi secili prej nesh tash do të kthena në familjet tona, secili prej nesh do të ha nasillën e Bajramit. Vëllezër të ndershëm, prej gabimeve që bëjnë musliman në ditën e Bajramit, se pas xhamisë apo pas sillës së Bajramit shkojnë te varrezat dhe i vizitojnë storgjyshat e tyre apo prindrit e tyre. Kjo është një bidat, kjo nuk është sunet i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Moni vëllezër të ndershëm, nuk është sot për me shku me vizitu varrezat. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka thonë vizitoni varrezat, se ato ja përkujtojnë vdekjen, jo ditën e Bajramit. Sot ti shkon ditën e Bajramit, fëmin tuj dhe nipa tuj të shohën që ti shkon atje, e nesër kur do të vdesh, thot babi dhe babgjyshi shkojshin te varrezat, nëse po ham tort dhe baklav, po pim sup e po ham mish e gjyshit dhe babgjyshit, hajt që qem një tort a që te vorrat, e bom nësi tjetë rujnazat. Nuk është sot dita e vizitave të vorrave, o vëllezër të ndershëm. Kjo është një gabim, gabimi ditë Allah të ndershëm që është zbukurimi i grave që ju dalën burrave sot në ditët e Bajramit. Sot që cili shkojmë në pra Karaballak, në për familje, dalën nusat dhe gratë tona dhe gjithë, plot me zinetin e saj që u ka zbukuru për burin e vetë. Kjo nuk është në rregull, nuk i takon besimtarës që ajo të zbukurohet dhe petkun më të mirë që e ka vesh për Bajram, që t'ju folje këtë burrave të mahallës dhe të kujshisë. Përveç se ato që i ka mahram, i ka haram mu martu. Të kejna kujdes o vëllezër të ndershëm, mos prej ibadetit të riprom, të risot më njësje në konë në dhurim, mos prej tësht më njerë prej gjamiët të him në makat dhe në gjëna. Gabimi tret o vëllezër të ndershëm që bëhet gabimi tret që bëhet në shpenzimin e ushqimit dhe veshmbathjen. Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë: kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hani dhe pini dhe mos e teproni, se Allahu nuk i don ato që e teprojnë. Gabimi tjetër o vëllezër të ndershëm që bëhet në ditës shiqir që kaluam, e sosëm Ramazan. Kjo është cilësi e keqe. Do të thot ti po gëzohesh se ke dorë prej adhurimit Allahut. Ti do të thush që shiqin vetë tash jes pa namaz, jes pa agjërim. Rujna Zot, ne do të mërzitna se pëndana për një musafirit, për një muajt i cili na i zbut zamrën dhe na i fron zamrat o vëllezër të ndershëm. Të kemi kujdes vëllezër të ndershëm për një rrezikut i cili është, ai rrezik është o vëllezër të ndershëm dashnia e dunjës dhe urrejtja ahiretit. Lusëm Allahun që Allahut na bën që ta dojnë ahiretin o vëllezër të ndershëm dhe të shfrytëzojnë ato mirat e dunjës që të jetë e ballshë kopsht për në ahiret o vëllezër të ndershëm. Vëllezër të ndershëm, ne nuk e përcjellim këtë Bajram përveç se zamrat tona që janë kon të hidhrume të pajtohem. Nuk e përcjellim inshallah këtë Bajram përveç se zamrat shtëpia tona të ndryshojnë me lumturi dhe harmoni. Nuk e përcjellim inshallah këtë Bajram përveç se ne të vazhdojna me namaz 5 kohë në ditë. Nuk e përcjellim këtë Ramazan përveç se fytyrat tona të duket buzëqeshja. Nuk e përcjellim këtë Ramazan përveç se inshallah të jetë fitore e muslimanëve. Vëllezër të ndershëm, lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu t'ju ndihmon muslimanëve kudo që janë. Lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu rahmet mbi ta të çon. Lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që ato sot të kenë qetësi dhe rahati. Lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që Allah vëllezërive tonë në Siri t'ju ndihmon. Lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që kombat t'ja forcon. Lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që Allah me fitore sa më shpejt t'i përgëzon. Lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që varat e tyre Allah t'ja lecon. Të vdekurit e tyre inshallah shahida i pranon. Ato të cilët janë në hallë dhe në derte, Allah dertet dhe hallët ja largon.
Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që muslimanve në borma të ndimon, muslimanve në Afganistan kam t'ja forcan, muslimanve në Somali Allah subhanahu wa ta'ala t'ju ndimon. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala në çdo vend ku luftohet Islami, inshallah sot të jetë e dyta e fitoreve të muslimanve. Kena dëshirë të Allah subhanahu wa ta'ala që edhe ato të gëzohen si gëzona ne sot në këtë ditë. Ndoshta dikush janë në përxhamia të muslimanve, presën raketat armiqve të Allah subhanahu wa ta'ala. Sa prej muslimanve kanë vdek në natën e Kadrit, duke i sulmu xhamiat e muslimanve. Sa fëmijë kanë vdek ditën e Bajramit, duke i sulmu musliman duke fal Bajramin. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allah sa më shpejt me fitore t'i gëzon. Vëllezër të ndershëm, ku kena qullu është prej Allahut, ku kena gabu është prej me dhe prej shejtanit. Vëllezër të ndershëm, lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të kanë në e forcon dhe në Jannatul Firdaus të në bashkon, se e përket për mua kërkoj halallëk prej kretë gjematit, nëse kemi gabu dikont, dhe më në fund për hajri ju kap Bajrami, Allahu inshallah në bashkon në Jannatul Firdaus. Assalamu alaikum.